gara për Bashkinë e Tiranës ka përqindje vështirë për Lëvizjen Bashkë, në kuptimin që kur vjen si outsider, probabiliteti që të fitosh nuk është më i madh i mundshëm, pra nuk është se Bastegjin, do vendosin para të mëdha që outsideri do fitojë, mirë po edhe përvoja e vendeve të tjera, edhe ajo çfarë po gumzhin në shoqërinë shqiptare, edhe një rritje ndjeshme. Sigurisht për Lëvizjen Bashkë, në kuptimin e strategjisë tonë pastaj do dilni te sindroma Lapa për strategjinë tonë afatgjatë, çdo rezultat ku ne marrim një vot më shumë se në zgjedhjet e shkuara tregon që është progres. Unë mendoj që ne kemi mundësi për ta përmirësuar ndjeshëm rezultatin tonë. Gjithsesi, shumë çka do të varet edhe nga dinamika e fushatës dhe sa ne do t'ja arrijmë që të ndezim të qytetarët shqiptarë shpresën, qytetarët e Tiranës dhe qytetarët e Shqipërisë në përgjithësi janë thellësisht pakënaqur, por nuk mjafton pakënaqësia për të bërë ndryshimin e vërtetë. Po ju këshillni kundërshtar kur themi de facto ose de jure sigurisht kundërshtar qeveria, po de facto duke qenë një parti edhe antiqeveritare, edhe antisistemore, sigurisht që kundërshtari fillon nga Ogerta Manastirliu, që është përfaqësuese e një partie në pushtet korruptuar, që do të trashëgoj logjikën e Erion Veliajt në qeverisin e Bashkisë Tiranës dhe logjikën e Edi Ramës në qeverisin qendrore, por sigurisht duke qenë një parti antisistemore edhe çfarë lloj kandidati tjetër, që do vi nga partitë e tjera, do të jetë kundërshtari ynë politik. Gjithsesi, ne do bëjmë një fushat ku pjesa më e madhe e asaj që do themi dhe do bëjmë do jetë propozuese. Do t'jetë alternativa, sepse ja vlen të votosh Lëvizjen Bashkë. Sigurisht, ne nuk do rreshtim së thënit vërtetat e hidhura, mirë po, fushata juaj do jetë edhe i herë, të vërtetat e hidhura njerëzit i din, është e nevojshme që her pas here t'ju kujtosh, mirë po është shumë e rëndësishme që njerëzve t'u bësh kuptojnë cila është rrugdalja, se si nëpërmjet votës tyre, ata mund të bëjnë të ndryshojë rrënjësisht mënyra thellësisht e korruptuar dhe inkompetente me cilën është drejtuar Bashkia e Tiranës deri më sot, dhe mos harrojmë që këto nuk janë vetëm zgjedhje administrative. Këto nuk janë zgjedhje për të zgjedhur administratorin e pallatit, se ndoshta qeveria këtë gjë do bëj. Do doj t'i trajtoj zgjedhjet në Tiranë si zgjedhje, ja, jemi një vit e gjysmë, zere se po zgjedhim administratorin e lagjes. Jo, këto janë njëkohësisht zgjedhje politike. Këto janë zgjedhje për të dhënë sinjale shumë të forta politike, jo vetëm në kuadrin e zgjedhjeve pastaj normale lokale që do bëhen vitin 2027, po edhe në kuadrin e zgjedhjeve të parlamentare, kur do qoftë të bëhen ato. Në këtë pikë, opozita e re duket çik më e qartë se sa opozita temi tradicionale, veterane e bllokut kryesor nga Partia Demokratike. Pra, Qori thotë janë zgjedhje politike. Kurse Partia Demokratike të pyesëm dhe Lelen ka një dyzim të kjo çështje. Me sa kujtoj kemi diskutuar këtu dhe gjatë fushatës zgjedhjeve të fundit, përfaqësojnë një specifik në harkun jo vetëm të atyre që quhen partitë e reja opozitare, por edhe në harkun e gjithë opozitës, sepse pak a shumë partitë e tjera PD-ja natyrisht diskutohet, po vim këtë partitë vjetra si PR-ja etj. Deri tek Lapaj dhe Agron Shehaj, nuk kanë një ind, pra them këto të rejat, nuk ka një ind të qartë ideologjik dhe një rreshtim të qartë në spektër. Mundohen të gjithë sulmojnë qendrën dhe të sulmojnë atë votën gri etj. Të marrin atë votuesin e zhgënjur. Ndërkohë që Lëvizja Bashkë ose mundohen gjithë marrin votat e PD-s. Përbën një risi të vogël nga përmasat, po si mesazh është shumë i fuqishëm se sa votat që ka mendoj, që e lufton të majtën nga pozitat e të majtës. Pra, një qeverisi të majtë, që quhet e majtë, edhe unë mendoj që ka ngel shumë pak gjë e majtë në këtë qeveri që kemi sot, por një qeveri të majtë socialiste e lufton nga pozitat e të majtës. Pra, kemi dhe një opozit të majtë, jo vetëm një opozit djathtë që qëndron përballë një qeverie të majtë. Dhe kjo është një nga specifikat. Të qenit edhe antisistem pastaj është dhe një specifik tjetër që ajo konteston si opozitën e vjetër, si qeverisin që konsideron gjithashtu të vjetër. Pra, konsideron atë paritokracinë për cilën ne kemi folur shpesh në këtë emision, dhe që edhe për mendimin tim, për çështje konsumi, për çështje të kalimit viteve, për çështje se tranzicioni u zgjat mbi 3 dekada e gjysmë, ka arritur në një stacion të fundit të saj. Se çka pas asaj stacioni nuk e gjejmë dot. Nuk e gjejmë dot akoma. Por unë them që duhet eksperimentuar dhe ja vlen të garosh. Tani problemi që unë kam me shifrat në funksion të zgjedhjeve
është diçka më e ndryshëm se sa ajo që propozon zoti Qori. Çdo të thotë kjo. Dëgjoja Këlliçin që thoshte e gjithë opozita, po të mblidhet bashkë në Tiranë, bën 52% votave. Kjo është vërtet. Sepse Rama edhe në shkuar në 2021, nuk kujtoj, ka fituar me 48.6 dhe ka marrë, mos gaboj 74 deputet. Minus 5% në raport me zgjedhjet e kaluara. Patjetër. Pra, këto lloj marzhesh janë më shumë virtuale dhe janë si ato vlerat në bursa që lëvizin se sa politika s'është matematikë, politika është frymë. Nuk është shumatore shifrash. Dhe në këtë prizëm, referenciale janë. Në këtë prizëm, po, për referenciale. Një dalje për shembull nga ajo tryeza teorike e marrëveshjes, e një lëvizje që ka marrë 13.000 vota në 11 maj, mos gaboj, diçka më tepër, përbën 1 minutë